lidhjet më të fuqishme që na mbajnë lidhur ne me njerëzit janë lidhjet me njerëzit që na kanë lindur. Dhe kjo është treguar dhe ndërmjet shkencës. Pavarësisht se sa vite kanë kaluar, sa njerin tradhti dhe ka patur në familje, ne mbetemi të lidhur edhe pa vullnetin tonë. Kjo është sistemi përfaqësik që gjen zgjidhje në të gjitha këto temat me paraardhësit tanë, me prindrit tanë. Dhe ky është libri që është shkruar nga hijet në dritë dhe si mundet të shkëputemi nga gjithçka, nga traumat e skaluarës dhe nga traumat që janë trashëguar të paraardhësve. Është një libër që do të ndihmojë së mos për ju gratë, për ne gratë të shkëputim gjithë ato problemet, vuajtjet që kanë kaluar prindrit tanë, gjyshet tanë, gjyshet tona, nëna, babai. Më ndiq për video të tjera këtu në TikTok dhe në YouTube, Flutra me fat 333, që të mësosh pse të bllokojnë disa gjëra. Dëgjoj këtë video deri në fund. Pavarësisht nëse trashëgojmë apo jo emocionet e prindërve që në mitër dhe ato fillojnë vërtet që atje, gjatë marrëdhënieve të ershme me nënën ose përmes besnikërisë së pavejtëdijshme e traumave familjare, një gjë është e qartë. Jeta na dërgon të ecim para me diçka të pazgjidhur nga e kaluara. Këto fragmente janë nga libri që ju thash. Nëse dëshironi që ta porositni, mund të më shkruani në TikTok, WhatsApp dhe në Viber tek numri 0030, do ta gjeni poshtë videos në përshkrim. 699 321 46 37. Atëherë, mashtrojmë veten shpeshherë kur besojmë se mund ta programojmë jetën tonë të shkojë sipas planit. Dhe qëllimet bien ndesh në mënyrën se si veprojmë. Mund të dëshirojmë shëndet të mirë, por zgjedhim të hamë ushqime të pashëndetshme, apo të gjejmë justifikime për të mos bërë ushtrime. Mund të dëshirojmë një marrëdhënie romantike, por largohemi sapo shohim një partner të mundshëm që kërkon të na afrohet. Në të njëjtën mënyrë mund të duam një karrierë që të na përmbush, por dështojmë në ndërmarrjen e hapave të nevojshëm për të arritur atë. Pjesa më e keqe është se shpesh ajo që na shtrëngon është e padukshme dhe na mban të acaruar e të hutuar. Si qenie njerëzore kërkojmë përgjigje në vendet e zakonshme. Përqendrohemi tek problemet që kemi hasur gjatë rritjes dhe përfytyrojmë ngjarjet e trazuara në fëmijëri që na bën të ndiheshim të pavlerë. Në të njëjtën kohë fajsojmë prindrit për situatat që ndeshën gjatë rrugës, teksa endemi në të njëjta mendime e në mënyrë të përsëritur. Megjithatë, të kujtuarit në këtë mënyrë, rrallë i ribën gjërat më mirë. Duhet të kuptojmë se pa ditur zanafillin e problemit, ankesat ndikojnë në përkeqësimin e pikëllimit që ndjejmë. Në këtë kapitull do të mësojmë 4 temat që në mënyrë të pavejtëdijshme formojnë pengesa gjatë jetës. 4 mënyrat në të cilat marrëdhëniet tona, suksesi dhe shëndeti mund të ndërpriten. Po pra, sa të shkojmë atje, le të shohim si arritëm këtu. Nëse dëshiron të mësosh këto 4 temat e pavejtëdijes që të pengojnë të kesh lumturinë në të gjitha nivelet e jetës tënde, më shkruaj këtu që dua të marr më tepër informacione, ose mund të më shkruash rrjedha e jetës. Dhe do vi me video të re dhe me ushtrime të reja nga libri im që është i shkruar dhe mund ta merrni kudo që t'jeni nëse dëshironi, sepse ka dhe shumë ushtrime që mund të punoni dhe të zbuloni pse ju bllokohen ato rrjedha jetës dhe si mundemi edhe të gjejmë zgjidhje në këtë. Ju dua shumë, ju përshëndes dhe së shpejti do kemi dhe lajme të reja, të bukura,
për të qenë të gjithë së bashkur dhe për të bërë dhe praktika të ndryshme me sistemin përfaqësik transformues. Kësaj radhe do fillojmë përsëri me Kosovën. Së shpejti do t'ju them ku pikërisht do bëhet ky event.